E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lili për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe dinamikat më interesante nga artistët shqiptar. Këtë herë dua të ndaloj pak tek Loredana Brati dhe Josefin Marku. Loredana Brati dhe Josefin Marku ishin ndër çiftet më të komentuara, ndër çiftet më të përfolur të medias shqiptare. Ato të Big Brother krijuan dashurinë e tyre, krijuan lidhjen e tyre, por një dashuri që nuk pati një fund të lumtur. Jozi nisi rrugën e tij, po punon me shumë projekte, po sillon shumë këngë, me shumë koncerte dhe Loredana vazhdon rrugtimin e saj, një rrugtim që ajo ndihet shumë e lumtur dhe e kënaqur. Pa marrë parasysh që ne jemi mësuar të shikojmë vajzat që kur ndahen të jenë në depresion, të jenë të thyera në shpirt, të mos i japin në mundësi vetes së tyre për të përparuar, për të ndjekur ëndrat. Loredana Brati nuk bëri këtë gjë. Loredana vazhdoi të jetë e lumtur, vazhdoi të jetë pozitive, vazhdoi të jetë me një energji të mirë dhe po sjellën gjëra të bukura edhe pse u përfol që është në lidhje me Don Gjonin. Don Gjoni nuk ka reaguar më nga intervista e fundit me Loredanën edhe pse Loredana nuk është se ofendoi, as nuk është se tha diçka, por thjesht domethënë i la gjëra që të jenë të qartëzuara që un jam vetëm. Por në anën tjetër Loredana është shumë afër Kosovës, domethënë në shumicën e rasteve Loredanën e shohim shumë në Kosovë edhe pse në Itali shkon viziton familjen e saj, por në shumicën e rasteve e shohim shumë në Kosovë dhe pikpyetja e madhe është kjo, se çfarë Loredana bën në Kosovë dhe çfarë e lidhen Loredanën me Kosovën. Do të nisë një projekt të ri, është një lidhje dashurie, do të jetë pjesë e ndonjë kastit që më Big Brother filloi dhe Talku po fillon dhe nuk është se e kemi Loredanën pjesë të atij kastit. Pse Loredana është në Kosovë? Mos valli Loredana ka krijuar një dashuri të re dhe nuk po ja thot askujt këto ndjenja dhe nuk po ja thot askujt të dashuri. Kjo mbetet një pikpyetje e madhe për ta kuptuar, por unë dua të marr mendimin tuaj. Çfarë shikoni ju në raport të Loredanës dhe pse Loredana bën të gjitha këto ndryshimet, ë? Ka bërë ndërhyrje të reja në fytyrë, po vjen më e bukur, po vjen më dinjitoze, po vjen më e ëmbël, po vjen më e dashur dhe në fakt unë dua të marr mendimin tuaj në këtë raport.